Çmimi i naftës dhe benzinës u rrit sërish këtë të martë si efekt direkt i dështimit të negociatave të paqes mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, çka u reflektua në bursat ndërkombëtare të karburanteve. Bordi i transparencës rriti me 6 lekë çmimin e naftës, duke çuar në 215 lekë për litër, nga 209 lekë që ishte deri në orën 15 të kësaj të marte. Benzina do të tregtohet me 178 lekë për litër, çka shënon një rritje me 3 lekë nga çmimi i mëhershëm. Kjo ishte vendimarrja e 5 e Bordit të Transparencës, që kur qeveria ngriti mekanizmin e kontrollit të tregut si një mënyrë për të luftuar abuzimin në kurriz të qytetarëve, me argumentin e ndryshimit të çmimit në bursat ndërkombëtare si efekti i krizës në lindjen e mesme. Bursat ndërkombëtare janë pasqyra mbi të cilën vendos edhe Bordi i Transparencës, çmimet e të cilit janë të detyrueshme, ndërsa operatorët që kapen në abuzim rrezikojnë pezullim aktiviteti. Qeveria ndërkohë, përmes një akti normativ, ka miratuar ulje të akcizës me 30% në rastet kur çmimi i naftës do të kalojë vlerën 220 lekë për litër, i përcaktuar nga Bordi i Transparencës. Por Bordi sqaron se çmimet tavan të naftës dhe benzinës të përcaktuara këtë të martë janë nën kufirin e aktit normativ të qeverisë dhe përjedhoi niveli i akcizës do të zbatohet i plot 100%.